Hafiz Sabri Efendi Koçi lindi me 14 maj 1921 në Librazh. Baba i tij Idrizi nga varfëria ishte detyruar të shkonte në Selanik, ku edhe kishte gjetur vdekjen. Sabriun e kishte rënë të vogël. Zoti deshi që Hafizi ynë t'i bashkangjitet të radhës së jetimëve në histori që lanë gjurmë të pashtyeshme. Nga Librazhi, ai bashkë me nënën zhvendosën në Shkodër, ku edhe merr mësimet e para. Në moshën 7 vjeçare filloi mësimet në medresen e qytetit, ku mësoi përveç tjerash Kur'anin dhe Tejvidin. Mësimet i kishte marrë nga disa emra të njohur, nga Hafiz Muhammed Bekteshi, Hafiz Sabri Bek Bushati dhe dhe Sheh Qazim Hoxha. Sabriu, sipas dëshmive të mësimdhënësve të tij, ishte ndër studentët më i devotshëm, më i zgjuari, më i dalluari. Ky student kaq i vyeshëm më në fund diplomoi me rezultat të shkëlqyeshëm. Jo vetëm që diplomoi, por ai edhe memorizoi tërë Kur'anin duke u bërë kështu hafiz. Pas 15 vite punë këmbgutëse, më në fund arrin që ta merr ijazetin nga Hafiz Muhammed Bekteshi. E përkthyer në gjuhën shqipe, ijazeti ka këtë përmbajtje. Kjo është formula e diplomës sime, me të cilën vëllain tim për Zotin, zotnin ton Sabri Idris Koçi, i cili është i pajisur me gjitha cilësitë e larta islame dhe i plotësoi shkëlqyeshëm gjitha mësimet teologjike të mbështetuna në Kur'anin e Madhnueshëm dhe në hadithet e Hazreti Muhamedit alayhi salam, të mbështetuna edhe në arsyet mendore filozofike, dhe unë nevojtar i varfër tek mëshira e të madhit Zot, i quajtur Muhammed Mahmud Beqir Shkodrani Bekteshi. Pra, kjo ishte përmbajtja e diplomës apo ijazetit të hafizit ton. Hafiz Sabriu kishte zell të madh për dije dhe ndjekjen e studimeve të larta. Por si jetim që ishte dhe kushtet e rënda ekonomike që kishte, ju pamundësua që dilte jashtë vendit si që kishin bërë shumë të tjerë. Hafiz Sabriu filloi shërbimin me përkushtim në xhaminë e Bardhë në Shkodër, pastaj në Luguqeshme, rreth Kështjellës Rozafat, e më vonë ka shërbyer edhe në xhamit e lagjeve Dudas dhe Rus i Vogël.